Gjithëve të nderuar, është kënaqësi shumë e veçantë që t'ju shoh të gjithëve të mbledhur këtu. Ju falenderoj gjithë secilin prej jush që zgjodhët që të ishit pjesë e kësaj dite kaq të veçantë për fisin e Kurpalëve, për hasin, për të nderuar trashëgimin, kulturën dhe historinë tonë. Kulturën e të gjithë kësaj treve. Ju falenderoj të gjithëve, uroj që ta shijojmë shumë këtë ditë, këtë aktivitet kaq të veçantë. Falenderoj shumë përfaqësuesit e institucioneve, gjithashtu dhe miq tanë nga Kosova, miq që kanë ardhur nga zona të ndryshme, fisin e Kurpalëve, dhe sigurisht një falënderim shumë të veçantë për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe organizatën Prospect Habitat, të cilët kanë bërë të mundur realizimin e këtij projekti, sigurisht me kurimin e veçantë të ideatorit, kemi sonte me ne këtu, dhe të gjithë miqve të tjerë special, të cilët do të kenë nga një fjalë përshëndetëse për të na kujtuar të gjithë kontributin që ata kanë dhënë në promovimin e vlerave kulturore dhe trashëgimisë që ne kemi. Kjo kull nuk është vetëm një ndërtesë e vjetër, mbart histori, besën, mikpritje, ne ka skalitur në çdo gur, ndaj ditën e sotme ne do të kemi mundësinë që ta nderojmë, sigurisht duke provuar edhe ushqime tradicionale dhe me një performancë të shkëlqyer nga promovimin e Muzeut të Kullës së Kurpalëve. Projekti Kulla e Kurpalëve, kujtesë, edukim dhe përjetim digjitali i trashëgimisë së hasit, është pikërisht një hap në drejtimin që historia nuk mjafton vetëm të kujtohet. Ajo duhet kaloj brez pas brezi, që të rinjt, fëmijët, të cilët janë të shumë ditën e sotme, një dorëtrokitje shumë për ta, të mësojnë për historinë, për rrënjët e tyre, për cilët besoj të gjithë jemi shumë krenar. Kam kënaqësinë të veçantë që fjalin hapse përshëndetëse ta ketë inxhinier Avni Dervishi, i cili ditën e sotme, një dorëtrokitje shumë të veçantë një herë, se kemi një surprizë për ty, se ka dhe ditëlindjen ditën e sotme, dhe meqense jemi mes miq familjarësh, t'ja urojmë të gjithë bashkë urime ditëlindjen, na rrofsh sa malet. Emocioni veçantë në fakt, që në emër të familjes dhe fisit Kurpali, t'ju falenderoj gjithë pjesëmarrësit në këtë event të rëndësishëm. Një i nderuar zoti kryetari i Bashkisë Has, Miftar Dauti, i nderuar zoti Pjetër Marku, përfaqësuesi i Akademisë Mirdita, të nderuar akademik, profesor dhe miq të ardhur nga gjitha trevat shqiptare, të nderuar hasianët e mi, ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen në këtë ngjarje kaq të rëndësishme. Sot ne jemi mbledhur për të promovuar vlerat e kulturës, historisë, artit, etnografisë dhe kulinarisë të trevave të hasit, përmes një demonstrimi të thjeshtë, modest, ne do mundohemi të shpalosim disa nga vlerat që janë përfaqësuese përmes Kullës Kurpalëve, përfaqësuese për gjithë hasin. Kur themi hasi është në dy pjesë, në dy shtete, por ne historia, kultura, arti, zakonet përfaqësojnë të dy trojet, të dy pjesë të hasit. Sot do jenë 2-3 prezantime të shkurtra ndoshta nga profesori, mësuesi dhe studiusi i njohur zoti Ali Hasani. Një prezantim do të kemi edhe nga përfaqësues të Bashkisë Has, të cilët jo vetëm që janë pjesë e këtij realizimit të këtij programi, por do na shpalosin disa vlera, zonja Flutra Alia dhe zoti Përparim Brati. Gjithashtu kemi nderin të na flasi dy fjalë për etnosin dhe kulinarinë dhe artin zotin Dylber Geca. Edhe një herë ju falenderoj për këtë pjesëmarrje. Siç e dini, Kulla e Kurpalëve është tashmë një monument historik, monument kulturik kategorisë parë. Është restauruar para 3 vitesh dhe përfaqëson një nga modelet e kullave jo vetëm të hasit, e të Malësisë Gjakovës, por të përgjithësisht të zonës Veriut, tipike me 3 kate. Një pjesë e juja, pjesa më e madhe e juja ka pas rastin ta vizitoj. Ne jemi munduar që ta kthejmë në një muze familjar dhe brenda Kullës janë shpalosur disa element historik, element të artit dhe të kulinarisë, po gjithashtu edhe disa element etnografik. Edhe njerë ju falenderoj për pjesëmarrjen. Është pak sakrificë në këtë ditë të ngrohtë,
që t'jeni këtu prezent. Jemi munduar, ndoshta duke prish dekorin, të krejmë një mjedis pak më të përshtatshëm, që të mos ju shqetësoj koha vapa e nxehtë. E ftoj Dalianën që të vazhdojmë me programin. Ju falenderoj edhe një herë. Ta konsiderojmë si jo vetëm aktivitet kulturor, por një takim mes miq, mes familjarësh, kështu që vapa do bëjt vetëm, por ne do të vazhdojmë me programin ton. Kam kënaqësinë që të ftoj tani zotin Miftar Dauti, kryetarin e bashkisë, për të na dëshmuar edhe një herë sa e rëndësishme është mbështetja institucionale lidhur me promovimin dhe ruajtjen e trashëgimisë dhe vlerave të Hasit.